Kam vlerësuar që të përqendrohem në transparencën dhe përgjegjësinë ndaj institucionit dhe parlamentit, në politikën monetare, në stabilitetin financiar dhe në menaxhimin dhe administrimin e institucionit si objektiva kryesorë që unë do të kem parasysh në rast se do të zgjidhesha në këtë pozicion. Do të filloja me transparencën dhe me përgjegjësinë ndaj publikut dhe parlamentit. Si objektiv kryesor në këtë kontekst, do të vlerësoja rikuperimin e dëmit të imazhit të Bankës së Shqipërisë dhe rikthimit të besimit të publikut në këtë institucion si modeli profesionalizmit, panashmërisë dhe transparencës. Ngjarja e ndodhur, siç e dim, ka dëmtuar imazhin publik të institucionit të Bankës Qendrore. Dhe në këtë kontekst do të hartuar një platformë gjithëpërfshirëse komunikimi me publikun, aktorët e tjerë dhe partnerët vendase të huaj me synim rikthimin e besimit dhe përmirësimin e imazhit ndaj institucionit të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, si objektiv tjetër në raport me transparencën, do të vlerësoja zbatimin e standardeve, zbatimin e ligjit në radhë parë, por dhe standardeve më të larta të transparencës, përgjegjësisë dhe përgjegjësisë ndaj publikut dhe parlamentit. Në funksion të rritjes transparencës dhe përgjegjësisë të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Mbikëqyrjes, lidhur me vendimet për politikën monetare, gjykoj që duhet bërë publikimi i minutave të mbledhjeve të Këshillit të Mbikëqyrjes, pasi kjo do të ndihmojë jo vetëm në rritjen e transparencës, por dhe do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së debatit për çështje të politikës monetare, duke nxitur qarqet akademike dhe aktorë të tjerë në ekonomi të japin kontributin e tyre në analiza dhe diskutime të mirë informuara. Një objektiv tjetër do të gjykoja që do të ishte ruajtja e standardeve më të larta të integritetit, besueshmërisë dhe profesionalizmit për gjithë punonjësit dhe stafin e Bankës së Shqipërisë.